Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa waffiqna ila ma tuhibbuhu wa tarda lana ya Rabb. لا إله إلا أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ردنا إلى دينك ردا جميلا وبعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar që po na ndiqni, së pari falinderimet tona I takojnë madhërisë Allahut Dhul Gjelal, salatet, salamet, për shëndetjet tona qofshin dhe mbesin deri në frymën e fundit tonën për Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallamit. Dhe është Allahu që ki takim dhe kjo ligjerate jona që kemi me juve sante inshallah, dhe është Allahu që të na bekoje dhe të shloje mëshirë mbi neve, dhe mbi juve, dhe mbi tërë ummetin e Muhammedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Pra në fillim, ne sot do të flasmi për namazin, për diçka e cila Allahu Dhul Gjelal pra ka bisedu dhe u ka ba urdhër të gjithë profetëve të Allahut, prej kur e ka kriju botën, tokën, dhe prej kër e ka kriju njeriun e parë, Ademin alayhi salam, dhe deri te Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallamit. Namazi si namaz të gjithë pejgamberët është përmend. Edhe në Injil, edhe në Taurat, edhe në Zebur, edhe në fletushkat e Ibrahimit, edhe në gjithë fletushkat e profetëve të Allahut Dhul Gjelal. Allahu u bari farz apo obligim namazin gjithë profetëve, edhe pse dallon namazi jo ndoshta prej namazeve të tjere, ne kemi namazin I cili është 5 kohë namaz farz, kurse ata sipas shariatit apo të drejtës tyre që Allahu u ka ba farz dhe u ka obligu. Disa prej tyre kanë falë namaz sabah dhe aksham, disa prej tyre kanë falë në drekë, disa kanë falë në mbrëmje vetëm. Sido që tjetë, Allahu Dhul Gjelal pra ju ka drejtu profetëve, sikur që ju drejtu Musës alayhi salam, sikur që ju drejtu Ibrahim alayhi salatu wasalamit. Pasi që e ndërtoi Qabën, shka tha? Tha li yuqimus salah. Tha po e ndërtojmë këtë vend këto dhe po e nojmë këtë temel këto, po I ngrismi temelet e Qabës që njerëzit të vinë dhe të falin namaz këto. Njerëzit të vinë dhe të I binë sejdë Allahut Dhul Gjelal. Zoti Mërjemës alayhi salam I ka thanën wa abudi rabbek. Oj Mërjem, adhuroj Allahun Dhul Gjelal, warka'i wasjudi, bjeri në ruku për ullët e Allahut Dhul Gjelal, dhe bjeri në sejdë për Allahun Dhul Gjelal, sepse vetëm ati I takon të I për ullemi dhe të I bim në sejdë. Allahu Dhul Gjelal dhe Zekerijas alayhi salatu wasalam, e cila në secilin mihrab prej mihrabeve tona e përmendmi dhe është e shkruar para mihrabeve në përgjithësi, kullama dakhala alayha Zekeria, sa herë që ka hi Zekeria alayhi salatu wasalam në mihrabin që bante namaz Mërjemja, sa herë ka gjetën diçka e cila Allahu I ka thënë dhurata. Pra, kjo ishte fillimi për të cilën pasot do të flasmi ne. Fillimi I një farzi prej farzave që Allahu Dhul Gjelal pra ja ka ba ummetit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam.
atë që e përmendëm për profetët e Allahut Dhul Xhelal që Zoti u ka bën edhe atyre farz dhe obligim namazin, tash vim te ajo pika e cila është farzi dhe obligimi i namazit Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam dhe ummetit të tij, që ne jemi pjesë e ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra duke qenë në Mekë, pas gjitha vështirësive, pas gjitha lodhjeve, pas gjitha mërzive që i kishte Resulullahi alaihi salam, Allahu vendosi që ta merr Muhammed Mustafa në Miraj. Me një vend ku Allahu thot në Kur'anin e Kerim në suret Isra në ajetin e parë, Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu, deri në fund të ajetit kuranor, ku Allahu thot Allahu është pa tmeta, pa noksanllëke, ai i cili e mor robin e tij, Muhammedin alayhi salam, prej Mekke në Mesjidul Aqsa dhe prej Mesjidul Aqsas në Miraj, në 7 qej dhe mbi 7 qej të përpjet. Dhe atje u bë farz dhe u bë obligim namazi që të falet. U bë obligim një farz prej farzave të dytë që vjen me njëherë pas shahadetit. Ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me një hadith prej haditheve të tij, thot bunya al-islamu ala khams. Feja islami ka 5 kushte. Njëra prej 5 kushteve është namazi, që është në radhitje të hadithit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por dhe në radhitje të kësaj feje që është të islamit, pas shahadetit vjen namazi. Ai i cili ka namaz, gjithçka ka me veti. Dhe mos dhash Zoti, ai i cili nuk ka namaz, asgjë nuk ka nga kjo fe. Sepse dallimi i atyre të cilët besojnë Zotin dhe dallimi i atyre të cilët nuk e besojnë Allahun Dhul Xhelal është namazi. Me namaz dallomi, me namaz tregojmë se jemi njerëz të cilët i përkulemi Allahut Dhul Xhelal. Sepse ai i cili i përkulet Zotit, ai i cili bie në sejdë Allahut Dhul Xhelal, ai i cili nuk ka frikë dhe nuk dridhet asnjëherë kur del para Allahut Dhul Xhelal, nuk dridhet me trup, edhe pse shpirti dhe zemra e tij do të dridhet, ai asnjëherë që as qerpiku i sinit nuk i tutet nga askujt tjetër, nëse në namaz zemra e tij përkulet dhe zemra e tij ka një frikë kur fal namaz dhe drejt për drejt ka një kontakt me Allahun Dhul Xhelal. Pra, kushti i dytë i cili është shtylla kryesore e kësaj feje, e cila është shtylla që thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam imadud din, një shtyllë kryesore. Po ja hekëm atë shtyllë kësaj feje, ajo rënohet me një fjalë që do të thojë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, me një fjalë, ai i cili këtë shtyllë nuk e ka, rrezikohet i gjithë Islami te ai njeriu. Për atë Muhamedi sallallahu ta'ala alaihi wasallam para se të vdiste, para se të ndronte jetë, kur të gjithë familjarët ishin afër, për një kohë dolën ata dhe mbet bashkëshortja e tij, mbet Aisha radiallahu ta'ala anha, ajo e cila i rrinte te krija, derisa sa ka ndru jetë, sa ka dhënë shpirt. Resulullahi di porosi i la për ummetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Porosia e parë e cila ishte es-salat, o ummeti jam, o burra e gra, o i familja ime, shokët e mi, ummeti jam, deri në ditën e gjykimit, mos e lini namazin, namazi dhe kujdes namazin, se pa namaz nuk ka shpëtim në atë dunja, pa namaz gjithçka humb, edhe në këtë dunja, pa edhe në atë dunja, sepse me namaz drejtohemi drejt për drejt ka Allahu Dhul Xhelal. Para te ka thonë Muhamedi alayhi salatu wasalam shokëve të vet, a doni që tregoj diçka që Zoti u afal mëkatet, që Zoti u afal gjunahat dhe ju shkruan sevape? I than Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, po ja Rasulullah, na trego diçka që na i fal gjunahat dhe na shkruhet sevape? Tha i dashuri Allahu Dhul Xhelal, secilin hap që e qitni për me dal, për me shku në xhami, për me fal namaz, në secilin hap me laqet ju shkruajnë nga një sevap.
dhe në hapin tjetër i fshin nga një gjuna. Dhe është Allahu që gjitha gjunat dhe mëkatet tona të fshihen ja Rab. Allahu gjitha mëkatet na i fal, se jemi njerëz të cilët gabojmë. Mirë po, kur afrohemi te Allahu Dhul, e kemi një Zot i cili fal, e kemi një Zot i cili është falës, është mëshirues. Dhe me fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë në momentin e parë që robi i tij të thojë në namaz kur drejtohet te Allahu, Allahu Ekber, Zoti me madhninë e vet, me mëshirën e vet, i ju thot me laqeve të veta, oj me laqet e mia, dëshmoni se këtij robit tem ja pa qa fal gjitha mëkatet. Për çka ja Rab? Vetëm e vetëm se u drejtu ka une dhe e tha fjalën e cila gjithmonë është thonë dhe do të thohet deri ditën e gjykimit, Allahu Ekber, nuk ka më të madh se Zoti. Gjithçka është jashtë kësaj ngelin të vegjël, vetëm madhnia e Allahut, vetëm ai është i madh, nuk ka më të madh se ai, dhe gjithçka le pas shpine kur drejtohet në namaz para madhnisë Allahut Dhul Jalal. Dhe pas asaj të cilën që deri tash që e tham obligimi namazit, se si namazi do të jetë. Pra, për me bo namaz, do të diçka tjetër. Tash në fillim, që ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një hadith tjetër, thot edhe ajo fshin gjunat dhe mëkatet, i kanë thonë cila është, ja Rasulullah ka thonë isbagul wuduhi fil makarih. Me marr abdes në momente të vështira. Shembull, me marr abdes kur është temperatura në 0, është ftoft, po ti merr abdes, Allahu e çmon këtë rob të Allahut Dhul Jalal. E çmon Zoti këtë rob i cili merr abdes edhe kur është ftoft. Megjithatë, edhe pse ka vështirësi, po Allahu Dhul Jalal e shpërblen atë njeri. Mirë po, para se të përgatitemi për namaz, para se të përgatitemi për një farz i cili, për një obligim të cilin Zoti e ka bo për robin e vetë, ne dohet pa tjetër që të kemi abdes. Dhe abdesja është një prej farzëve të namazit. Mirë po, kur morë me abdes, shpirti abdesit, nuk po hi në formën e abdesit, pamjën e abdesit, po du të ndalem në shpirtin e abdesit, çfarë mban abdesi, çfarë mban e lamja e duarve 3 herë, çfarë mban e shpërlamja e gojës 3 herë, çfarë mban e lamja e këmbëve 3 herë. Subhanallah. Kur e lajmë, nëse nuk mirët abdes kështu, nuk është në rregull abdesi. Kur i lajmë durt, në fillim, i lajmë durt dhe i themi Zotit, o Zot, na fal nëse këto durtë tona kanë prek diçka që ti nuk e ke leju. Kur i lajmë përzditi, o Zot, na fal nëse kemi bën diçka që ti nuk e ke ndalu, po as ke thanën me e punu atë. Dhe për 3 herë kur ti i lajmë i duart dhe themi o Zot, pe i lajmë për 3 herë, pasi që të parën herë i kërkum falje për mëkatet, pasi ditën herë kërkum falje edhe për atë që këta durtë tona kanë prek diçka që ti s'ke urdhnu, për 3 herë pe i lajmë dhe po themi o Zot, këta durtë që i lajmi na i mundso që kur të ngritën thojnë Allahu Ekber, që ki namaz prej fillimit pranohet. Pe lami gojen, pe shpërlajmi gojen herën e parë dhe po të kërkojmë fjalë, falje ja Rab, për secilën fjalë e cila ka dalë prej gojës tonë që ti e ke ndalu. Secila fjalë që ka dalë prej kësaj gojës time, që ti nuk ke qeni i kënaqur me atë fjalë. Dhe përsditi kur e shpërlajmë gojen të themi o Zot, kërkojmë përsëri falje për fjalë të cilët i kemi thanën, ti si ke ndalu, po as ke urdhnu. Dhe për 3 herë, ja Rab, pe lajmë gojen, sepse po drejtohemi drejt teje. Po him në namaz dhe po lexojmë ajete nga Kurani i Kerimi, po lexojmë ajete dhe po themi fjalë të cilat fjalë ti i ke zbritën te Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fund nuk po him detale shumë, në fund kamët kur i lajmë, shpirti i abdesit anë kjo,
Kër e lajmë, herën e parë kom kër i lajmë, themi, o Zot, na fal, nëse kemi shku dikun në një vend që te e ke ndalu. Na fal nëse ne kemi shkel në një vend që te s'ke qenë i knaqër me neve. Na fal nëse ne kemi shkel në një vend që te e ke bo haram. Dhe përsditi herë kër i lajmi, përsëri themi Zotit, na fal nëse ne kemi shku në një vend që te as se ke ndalu dhe as se ke lavdru. Dhe për strati herë, kur t'i lajmë këmbët, themi Zotit, o Zot, shumë të faleminderojmë që na i ke mundësu me dalën në namaz, me këta kam të tua, me u ndalën para teje dhe me bo namaz. Me u ndalën para teje në namaz, me u lidhen. Elhamdulillah që na i ke mundësu, ja Rab, se ka njerëz plot që nuk ju au ke mundësu. Ka njerëz plot që gjithat mirët i kanë, komt i kanë, mirë po nuk ndalën me bo namaz para teje, nuk ndalën kom dhe me thanën ti Allahu Ekber, o Zot, ti e më i madh se gjithë shka. Pra, shpirti abdesit është ki, pasi të mirët abdesi, atërë vim të ajo e cila është namazi, për të cilin namaz ka thanën dhe ka porosit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se cili namaz e ka rëndësinë e vetë, se cili namaz e ka atë frigën e vetë. Nëse namazi nuk ka frigë, nëse namazi nuk ka në termin e hadithët të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që përmendën, nuk ka khushu, përkulje, dë vërtet, ai namaz edhe është problem ta pranojë Allahu dhul xhelal, se për atë ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha fi qiblatil abdi ma lam yaltafit. Zoti, madhnia Allahut është në kiblën e robit tim, përderisa robi im nuk e kthen kokën apo ftyrën anësh. Do të thoje, Allahu, sa herë që robi i ti fal namaz, Zotin e ke përpara. Deri në atë moment ku robi i ti jep selam në gjatë dhe jep selam në majt, atëherë Allahu dhul xhelal e kthen ftyrën nga ai dhe i vet me laqet e veta. Oj, me laqet e mia, a ai më mirë ti e di, e falën namazin, e fali namazin robi jam, e fali ja Rab, e boni namazin. A ishte në namaz, mrenda, ja Rab, u fal namazin, e boni namazin, mirë po ja Rab, nuk ke mrenda në namaz. Ishte në dunjaj, pa dalën piksaj dunjaje. E këto do të ndalmi mas shumë tine. Në problemin kryesor të muslimanat është të kjo. Namazi me përkullje, namazi me shpirtin e namazit, sepse namazin ndahet në 3 pjesë. Namazin ndahet në fjalë, namazin ndahet në punë, të cilat lëvizim, ruku, sejdë, rinkam, dhe pjesa tjetër është namazi i zemrës. Namazi i zemrës. Namazi apo puna e zemrës në namaz, po edhe kjo ndahet në 3 pjesë. Nijeti me shpirt, nijeti i mirë, përkullja, khushu të ketë në namaz, khushu të ketë në namaz. Dhe subhanallah, ulemat dietarët, kur e kanë përmenën përkullën dhe khushun, zemra ta ndije namazin, zemra ta ndije namazin se para kujt është ndalën, zemra ta ndije namazin se me ken po bisedon. Thot Aliu radiallahu ta'ala anhu, kur është pregadit me bo namaz, u ka zverdhën kaftira. Dhe kanë vesh shokët e vetë, ja Ali, pse je zverdhë? Pse po dridhesh? Ka thanën, a e dini para kujt po dalën? A e dini para kujt po drejtohem? Kjo të ne pak mungon shpirti i namazit, i cili është me zemër, drejt për drejt të Allahu dhul xhelal, që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e ka pa njënin në xhamin e vet duke fal namaz, ka qenë duke ligjiru dhe shef njënin të fal namazin, e ka fal namazin shpejt dhe erdhi te Resulullah ju ul, tha Muhammed Mustafaja, irja fa salli fa innaka lam tusalli, kthe fal namaz se nuk ke fal namaz. I tha, ai ja Resulullah, dhe njerë fale, shkoj përsditi e fali dhe erdh. Kur erdh tha Resulullah alayhi salam, tha, kthe fale namazin, tha se ke fal namazin prap. Shkoj për 3 herë për e fal, kur e fali për 3 herë, i tha Resulullah, i tha, shko dhe njerë fale, se s'ke fal namaz. Tha, ja Resulullah, s'di be ndrishe, këtë namaz që e bona, që ki namaz, unë ndrishe s'di. Tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e tha nga atëherë mas i s'di.
kur të lidhësh, Allahu Ekber, le gjithë shka të kësaj dunjaje mas shpine. Sepse je drejtu mas dikuj i cili është më i madh se gjithë shka, më i madh se kjo dunjaja. Kur të lidhësh në namaz, mos e mendo dunjan, sepse i je në kontakt me Zotin e dunjajës. Mos e mendo rrezkin, se je në kontakt me Zotin e rrezkit. Mos e mendo idare, me nxerrën, pasuni me boat, sepse i je me atë i cili jep pasuni. Të je drejtu me atë si ti ke që tërkon. Tha Muhammed Mustafaja, edhe ku të bish në ruku, kur ti përkulesh Allahu Dhul, kur thësh Subhane Rabbiyal Azim, të madhuroj mos Zot, i madhnushëm jo Allah, mendoj e mirë Allahu Dhul. Dhe nga dalë si cilën punë, si cilën pjesë të namazit ta bënsh, kur e bën pjesën e namazit, ta ndije dhe shpirti. Tha, nëse e bën kështu, tha, këtë namaz Allahu e pranon, a këtë që e bën që 3 herë që kalun, Allahu nuk e pranon këtë lloj të namazit me shpejtësi, sepse në namazin ne do ta bëjmë jo me u rahatu pi namazit, po në namaz me u rahat, me gjithë rahatin namaz. Kja dallimi, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Bilalit radiallahu ta'ala, më thot, sa herë që Resulullah sallallahu alaihi wasallam kishte një dert dhe një mërzit të kësaj dunjaje, sa herë që kishte dertët e kaplojshin, u lodhke për kësaj dunjaje, u lodhke për njerëzve, u lodhke për telashave. I thoj ke Bilalit, e rihna bis salati ja Bilal, o Bilal, që thirë ezanin, që ban kamet, timin namaz të rahatomi pak. Këto është dallimi mes namazit, ndoshta i joni dhe namazi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Namazin ata e kanë bo me u rahatu në namaz, e ne e bojmë namazin me u rahatu pi namazit. Hajde ta bojmë, ta falmi ma shpejt edhe të rahatomi rrimi rahat. Jo, thot subhanallah, ka qenë një prej Mejnun Leila, i kanë thonë arabët, i kanë thonë Mejnun Leila, a i ka desh një gruje, një vajzë e cila e ka pas emrin Leila, mirë po tepër ka qenë i dashurun në atë vajzë, sa që pasi është martuar ajo Leila, a i tan jetën, do më thonë është dalashit, ka men tan jetën të vrapu dhe të bërtit Leila, ka shku. Me po një ditë për i ditë ku po du të dalë si shvejt, thot një ditë për i ditë një hoqë me gjematin e vetë ka shku në piknik, dhe kur vjen kohë namazit të drekës, qojnë me falë namazin në atë piknikin, dhe lidhën në namaz hoxha, imam dhe gjemati pas hoxhës. Subhanallah. Thot falin namaz, kurse Mejnuni kalon para atinve, javë prish namazin. Subhanallah. Shkon, kur kthen, këta e bitisin namazin, i thot njoni prej gjematit, thot o Mejnuni, po pse bëna i prishë namazin, as na pave se kem të falna, thot vallahi s'ju pash, thot si be s'ju pash, thot ti kalove rreth neve, thot pasha Zotin s'ju pash, i drejtohet hoxhës, thot o hoxh bre, tej me ketë gjematin tanë, nga shka për ju them, me desh jo Zotin, dhe sukur që unë e du Lejlen, ju s'm kish i pa mu, se unë e kalova juve s'ju pash. Unë e kalova juve s'ju pash, pse? Sepse menën e kisha te Lejla, kurse ju ko ki lidh në namaz, po menën të unë, se pas i pa të Allahu Dhul. Falën edhe njerë me mgumu, këtë namaz e ka parasit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe është Allahu që namazet tona të jenë sikur që i ka falë Muhamedi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Pas gjithë kësaj që deri tash lavorum me ata fjalë të shkurta tonët për atë e cila është përkulje dhe khushui në namaz mrenda, pra tash dalmi të një pikë tjetër e cila është se rëndësia e namazit që Allahu Dhul Gjallë pra e ka bo për robët e vetë. Thot Muhamedi sallallahu ta'ala alaihi wasallami, gjëja e parë që njeriu do të pjetet nga ana e Allahut Dhul Xhelal është namazi. Edhe ditën e gjykimit, namazi. Edhe natën e varrit, namazi. Nëse ka namaz robi i vet, ka shpëtu në atë dunja. Mos dhash Zoti që robi Allahut mos ta falë namazin. Mos dhash Zoti që robi Allahut mos t'i bjerë në sejdë Allahut Dhul Xhelal. Kjo
kjo nuk ka shpëtim. Nuk ka shpëtim. Për atë ka thënë Allahu Dhul Jalal në Kur'anin e Kerim, qad aflahal mu'minun, kanë shpëtu besimtarët. Cilët besimtarë? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ata të cilët në namaz kanë frikë Allahun Dhul Jalal, ata të cilët e bojnë namazin, ata të cilët falen për Allahun Dhul Jalal, ata të cilët nuk e lanë namazin, sikur që ishte dhe porosia që e përmenda në fillim e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pse ishte porosia e Resulullahit para se të vdiste ummetit të vet, para se ti mshelte sinjt dhe të largohej nga kjo dunja e lodhshme. Pse ishte porosia e fundit e tij namazi? Sepse ka rëndësi namazi. Namazi është lidhja kryesore mes robit dhe Allahut Dhul Jalal, mes robit dhe Zotit. Namazi është një lidhje kryesore. Po humbi kjo lidhje, gjithçka ka humbë robi i Allahut Dhul Jalal. Për atë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam porositi para se të dilte shpirti, as-salat, as-salat, o ummeti jam, namazi, sepse namazi është ajo e cila të shpëton edhe në dunja, të shpëton edhe në atë dunja. Namazi është puna kryesore që ditën e gjykimit, kur do të dalmi para madhnisë Allahut Dhul Jalal, do të japmi llogari. Mos vash Zoti që një rob i Allahut, kur të dalë para madhnisë Zotit, dhe Allahu t'i drejtohet atij robit dhe t'i thot, o robi jam, pse nuk bane namaz? O robi jam, gjitha ta derte që i pate, gjitha ta gajle që i pate, pse nuk hine në namaz me i largu dertët? Pse nuk rave në seshde, o robi jam? Unë të thirra 5 herë në ditë, te i nuk e pranove këtë thirrje. Unë të thirra 5 herë në ditë, ti mini thirrjet shejtanit u largove nga thirrja ime. Mirë po, për atë ka thonë Muhamedi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, thot shejtani në kohën e Beni Israilëve, ko ka pas shoqënu me një rob i cili i ka thonë vetës është robi Allahut Dhul Jalal. A për me qenë robi Zotit, do është përkulesh. Për me qenë robi Allahut, do është ti përkulesh Allahut Dhul Jalal. Nëse nuk i përkulesh Allahut, i përkulesh dikuj në këtë dunja, ama ai i cili i përkulet Allahut Dhul Jalal, nuk ka sen në këtë dunja që ai i përkulet. Mirë po, nëse i përkulesh Zotit me shpirt dhe me zemër, të paqt, me punë të mira, jo larg asaj, 100 zeza përkulesh te Allahu Dhul Jalal. Mundosh të fash namazin. 100 telashe i ban vend me namaz, ti mbulojsh ata, nuk mbulohen ata, edhe pse ulemat, dietarët kanë thonë dhe ranoj ka i mendim që kanë thonë ulemat dhe dietarët, sa do që të bësh gjunahe dhe mëkate, mundohu me fal namaz, sepse namazi është një lidhje që të ngred, se thotë Allahu Dhul Jalal në Kur'anin e Kerim, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, namazi të ndalon prej punëve të këqija. E kjo të na vjen dallimi. Vjen dallimi dhe ka një rezultat. Nëse ti ndalosh prej të këqijave, namazi jot ka qenë si dohet. Po mos dhash Zoti që ti mos ndalosh prej të këqijave dhe të vazhdojsh dhe të vdissh me punë të këqija dhe me gjëna dhe me mëkate, atëherë ne kuptojmë se namazi jot vetëm ka qenë një fasad me i mashtru njerëzit, me e mashtru diken, as gjatë tjetër. A nëse drejtohesh, Allahu Dhul Jalal ka për të falë, inshallah. Me ishte Allahu Dhul Jalal. Sikur që deri tash tregum dhe spjegum në pika të shkorta, edhe pse namazi ka shumë për të folë, por në fund mbetet mesazhi kryesor i namazit. Mesazhi kryesor i namazit, të dashur vëllezër dhe motra që po na ndiqni, është vetëm kur të ndalemi në pikë pari, kush e ka bën obligim namazin, kush e ka bën farz? Allahu Dhul Jalal. Kush ja mësoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me fal namazin e parë, me marr abdes dhe me fal namazin? Zbriti Gjibrili alayhi salam.
Dhe pa shibe dhe pa dishim se kër e përmendmi këtë se ka zbrit Xhibrili ja ka mësu namazin, krejt trupi tërqifet. Sepse e shoh mi rëndësinë e namazit, çfarë rëndësie. E mësoj si të marrë abdes Muhamedi alayhi salatu. Pastaj mas e mësoj me marrë abdes. Me një anë u fal Xhibrili, në anën tjetër u fal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pasi e kriti namazin Muhamedi alayhi salam, Xhibrili shkoi në vendin e vet. Rasulullah alayhi salam ku shkoi? Hindi të bashkëshortja e vet, të familja e vet, të dashura e vet, e cila ishte Hatixha. Allahu qoftë i kënaqur me atë. Dhe pikës pari namazin e parë me një person që e ka falën me bashkëshortën e vet. Kjo ishte një çift i mrekullueshëm, një çift që Allahu e lavdroi për 7 qejve të përpjet. E për fund po duhet të them vëllai i dashur dhe motër, edhe ti, fale namazin, mos e lë namazin, sepse mendoje pak sa njerëz ka që kanë dëshirë të falin namaz, po s'kan mundësi, janë në për spitale të shtrinjt, janë në për shtrata të shtrinjt. Ka njerëz të cilët shumë ka në për burgje, ka njerëz të cilët janë të vdekur, që pa dyshim janë ma kallëbëllëk se ne gjallë që jemi. Ata ëndër e kanë me u kthi edhe një herë me i falë dire qatë, po nuk kanë mundësi. E ti e ke këtë mundësi. Elhamdulillah, Zotit i ka dhënë gjitha të mirët. Kije pasuni, të ka dhënë gru, të ka dhënë evlat, të ka dhënë familje. Këtë mirët i ka dhënë Zotit. Fale namazin sa nuk është bën vonë, se një ditë prej ditëve, edhe ti edhe mu, kanë me napru anë këtë gjamia në për qera gjamije. Kanë me napru në për shpatlat e veta njerës, kanë me na i falë namazin. E kështon që po du të them, para se me ta falë namazin ti edhe mu, fale vetë namazin, se Allahu të do, dhe Allahu të thirë 5 herë në ditë, hajde në namaz, hajde në shpëtim, mos e lë namazin dhe hajde në shpëtim të Allahu dhe gjallë, se me namaz shpëton në këtë botë dhe në botën tjetër. Velhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha.